Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Kur ta gjeni atë të mesme në ark. O Marcel na shpëtomë. Happy birthday. Hajde, në kem. Edhe i qenë. Rosh, faleminderit shumë. Ua sa të bukura. Rosh. Ua sa të bukura që shëkër kanë shumë. Shumë faleminderit. Ti gëzosh të borë. Thash do më jepnin, e djesh do më jepnin dhe një gjë, po thash do më japin pastaj. Do më japin live. Kemi ish dorë nga live. Dorisa të shohim me të. Faleminderit shumë. Ja po e lë këtu, na zbukuroj tavolinën. Faleminderit shumë, jeni shumë të mirë. Ashtu. Me këto që na Edhe 100 e dashur rajon. A ka lezet? birthday. Po, kjo është Bravo, faleminderit. Shumë faleminderit. Kërkesat e rejt ishin sikur të ishte ditëlindja vetë. E vetë, po nuk bëri kaq për veten e vet. Ja, unë gëzojt e tjerët më shumë se për veten. Aty e kam unë qefin, kur kanë ditëlindjen e tjerët, harbohen fare. E di. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mirë. Ua, mezi po pres hikmi ti se janë të mia. Mes te Gafredos aty. Thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit të lumgo. Ata iki kjo kolla i herë për herë dhe pastaj të ik të kohë. Po, kismet pastaj shëndeti në vazhdim. Ti kollat paktën ande nga maj. O zot. Ti është 25 vjeçare. Bravo. Mirë, si 25, lezet. Kur bën 25 vjeç. E kuptoj që ja ke fut kot që me do 25. Gjithsesi unë jam tejet falenderuse për mbushur, jam kaq shumë mirë me jetën time, domethënë jam falenderuse ndaj Zotit, familjes juve pa diskutim. Kështu ky 34 vjetor mua më gjen, nuk e ndjej që jam 34, domethënë, ndjej, unë kam ngelur te 28, nuk e di pse. Aty ngel si. Nuk e di domethënë. Edhe ne kur shkojmë 34 ngelin te 28 dhe neve. Jo, duhet të më shpjegoj një njeri këtë efektin mosh, domethënë, se ndoshta kuptohet pak më vonë, po unë nuk e kuptoj të ndryshimin e 33, 34 ose. Gabuar, s'u se kuptoj. Domethënë është shkot. Jo, se kupton. Gjithsesi, e rëndësishme është shëndeti mbi të gjitha dhe patjetër që njeriu vetëm këtë mendojnë që kur kalon mosha thot pak të kem arritur disa gjëra, disa objektiva në jetën time. Që kështu unë e gjej veten të përmbushur dhe të arritur në shumë elemente jetës time, që kështu jam falënderuese ndaj të gjithëve që kanë kontribuar në lumturinë time. Faleminderit. Okej. I the gjitha tani. I the gjitha bravo Bor tani na thuaj çfarë dhurata ke marrë tani. Ja pra mora një buqet me lule. Po ka marrë sa ka marrë. Kombinuar me xhaketë. Jo e ka filluar, ajo fillon më herët ditëlindjen se normalisht ka një gocë të vogël, ka një burr që e ka romantik dhe të përkushtuar. Po, para 2 ditësh ka nisur. Fillon më herët ditëlindja Romina. Okej. Të thash lirë për sot. Na i thot njerëz. Ka nisur ditëlindja që dje në orën 9:30 të darkës me tullumbaca, trëndafila, gjëra në shtëpi. Duke e pritur. Po, duke e pritur në 12 isha kështu. A pati ndonjë kërkesë nga Niki këtë vit se vjet e kishte kërkesën e veçantë? Ka gjithmonë një kërkesë. Ka të kërkesë. Po, vazhdo. Po tani 34 vjeç një herë një jetë bëhet, duhet ja plotësosh kërkesën. Një herë një jetë bëhet për së dyti. Një herë një jetë bëhet. Qartë, kam të qartë. Plotësoja kërkesën gotë tani. Edhe e thënë nga ju të dy është fantastik. Përmend neve. Po. Përmend ne, unë dhe Romina kemi rënë dakord që do të qëndrojmë gjithmonë te kjo pjesë, që do japim mend. Bravo. Po jo, më edhe një vit të paktën jepni mend, pastaj nuk ju tolerohet më. Është ja bash. Asaj. Me pasim. Asaj. Që pasojë pak. I dhash mend tani. Gjithsesi, e rëndësishme është edhe ju të jeni lumturisht të dashuruar dhe rehat me veten tuaj, po s'ka rëndësi se kur. Tani 40-45 vjeç quhet një moshë shumë e re. Mund ta nisësh jetën atëherë. Normal. Jo tamam atëherë. Normal. E nis çik më përpara. Tani do të thon çfarë po thot 40-45. E thot një njeri që e ka nisur para 12 vitesh të muhabet. Po gjithsesi. Mirë. Okej, mirë, shumë mirë. Si jemi kontra, shembulli jot është pozitiv, është një shembull i cili pa diskutim ne e vlerësojmë shumë, po se dim sa do ta marrim gjithsesi e shohim rrugës. Si di njerëz nuk i diet. Jo, ju mirë jeni, domethënë ti je shumë mirë. Ky e nisi për mirë, po ky e mendoi të vazhdonte si mua. Mendova, po pastaj nuk më ngjiste. Nuk më ngjiste.
ishte. Ore, ndonjëherë vendimet është shumë mirë kur merren në kohën e dur. Po, patjetër. Patjetër dash. Okej, nëse do na pyesësh si kaluan, po mua më pyete, si Po, kaluan. tani ti e mora veshën me trëndafila me gjëra jeta sot do të duket monotone tani në mëngjes se je mësuar që ke trëndafila vërdall gjatë gjithë kohës, shqyr të edhe buqeta tani. Faleminderit shumë, sa e bukur. Ta stimuluam pak edhe mëngjesin. Po, ndërkohë ti Romina si kalove di? Unë kam bërë jetë natë mbrëm. Po pra, kam prindit linjën e borës. Po pra, tamam. Bravo. Po se prita do 12 më gjeti në gjumë, por kam ditur zgjuar gjatë gjithë natës. Pritë treshin. Thash, po bëj një lloj studimi, thash se çfarë postojnë njerëzit natën. Po, dhe kush rizgjuar natën? E kush rinte? Do të isha vetëm unë dhe 2-3 veta në Amerikë. Që ata ishë zgjuar ditën. Po, ata me vetën janë në rregull. Nga ora 5 u çuan ca të tjerë, 4:30. U çuan ca të tjerë, edhe se ka emisione që nisin më herët se ne, prandaj. Jo, si ishin të fushët. Aty dallova që paska dhe njerëz punëtor. Sa mirë. Dallova kush janë vërtet djemtë dhe vajzat punëtore. Tani kishte një mision personal apo ishte me mision qeveritar, se si personal, për cilës dhe raste studimore këtu. Super. Mund të punosh mirë me këta që zgjohen në mëngjes herë, domethënë. Mund të punosh mirë me ti korruptosh për ndonjë votë, për ndonjë. Jo, janë më të kësjellet, e ke gabim. Mëngjesi është mirë. Se si na dinë ti që çojmë herët? Jo, thash ti korruptohemi një po se ke më pak veta pra, e ke rrethin pak më të ngushtë. 10 sot, 10 nesër, i korrupton pak për një votë. Më letë korruptohen turmat, se sa individës. E peti kështë e provuar një dje në lush një individ. E provojnë ata, po ata lushin shumë gjëra po rezikojnë. Fillon individi i shtrembër. Shumë po rezikojnë ata lushin s'kohët e fundit. Çfarë ndodhin lushnja? Kishte menduar të korruptonte dikë për një votë. Dhe u arrestua. Po, dhe u arrestua. E donte ti korruptonte me Lejlan, është e Lejlaja madhe që e shohim rrallë atë Lejlan. Me Lejlan për blun. Ku i ka shku mendja. Sa e bukur, po. Sa të duar njëri të na korruptoj. E doje për shumë një Lejlan. Dhe ne vetën do pranonim apo jo re. Jo, tani më fal pak. Do pranoja. Jo me një. Jo, është sigurt, edhe me gjysmën e asaj, po është sigurt që s'do pranoja. Është gabim, mos e provoni, mos bëni. Mirë, gjithsesi, ne po bëjmë shaka, është një ironi e vogël që ne bëjmë tani në mëngjes. Bravo të shoh. E kuptojnë ata, e kuptojnë. Kemi audiencë të zgjuar. Është një ironi që ne nuk po themi me timin tonë real. Okej, super. Ndërkohë ti, dje? Mirë shumë. Mirë, dje kam qenë në punë deri në 8. Bravo të qoftë. Gjatë tetës? Djalë për shtëpi. Mbas tetës piva një çaj si një plak i moçëm dhe i ka në shtëpi. Me ginger? Çfarë do thoshte me këtë? Ne nisi me çaj. Jo, ishte limon. Mundoha mos ta pija kamomilë ose ginger kështu. Antigrip është, antigrip. Limon. Ai ginger limoni pastaj është një mua do më thonë dalin filiza ginger. E gabim është ginger ta kam thënë. Ma ke thënë po e ndjej po denjën, po çel lule limoni edhe lule ginger. Ginger po një vaj fare zezë. Ja, nuk shkon si kom. Nuk tretet pastaj, nuk tretet. Vaj fare se zezë është unik, duhet konsumuar vetëm ashtu. Me spruca apo pas spruco? Apo është me pika? Jo, vaj. Se prandaj pyeta për të. Mund provosh se edhe me spruco ka drejt për drejti. E provon ti për shembull, se mund ta provosh dhe ti. A më ti ka qenë me gripin me ja po ta bëjmë një segafredo. Kam mësuar traum. Atëherë duhet një segafredo e mirë. Tani për shefe nëse para sot. Hajde. Opa. Po ti ngroj njërë për para, po shaj më për. Nuk ta bëka kafen me zemër, moj bo. Jo, se kam dezur. Se ke dezur. Nga që u hutova. Hutova nga lulet. Hutova nga lulet, hutova nga ditëlindja jote, nga gjitha nuk e kam dezur, por ju premtoj që do ta ndez direkt pas videove. Direkt. Okej. Iki. Shumë e zjarë. Mirë si ka thënë zogun e tunës. Zog push verdh. Jo, zog bo. E zogu tunës është brend tashmë. Duhet paguash që ta përdorësh. Brendin. Brendin apo zogun? Duhet paguash për të përdorë fjalën zogu i tunës. Po ne që e përdorën. Ne tham 4 herë deri tani.
Sa lek I bie që duhet t'i japim zogut të tunës? Ti kemi. Se di, në një skeç portokallis, tuna, këto tha, mos ma përdorni, tok fjalshin, zogun. Zogun e tunës. Papages. Zog tunë e fshati. Zog tunë e fshati. Kështu ishte në luja e braçes. E me qulle do, bo. Mos do të bëjmë ka. Mirë. Atere. Nese. Pra fush. Pas ka qenë kjo jetë gënjeshtër. Kjo jetë pas ka qenë gënjeshtër, po prit, unë nuk vazhdoj. Nuk e ka kopsitur djalit. Ore nuk e vazhdoj këtë emision. Se kemi zemër, më. Ecin dhe ti të dërkohë që I lëm hapësirën e durë, se më kjo zhurma e ujit. Hajde. Kjo zhurma ujit, apo së shte mëgjes, kush në dëgjon tani? Ti, tujtë regjia. O regjia, ha pra, hajde. Ç'është kjo? Po, e lexuat mirë, se lexuam akoma. Vjen Unaza që do t'ju tregoj besnikërinë e partnerit. Sa lek bën direkt. Ore, ka njerëz për shembull që thonë, po Leo, dua të jetoj e qetë për shembull, s'më duhet fare të përgjigj partnerit. Jemi më të qetë kështu. Me Unaz apo pa Unaz? Me Unaz. Me Unaz. Tani. Bravo. Pastaj. Është me GPS Unaza, tregon vendodhjen. Duket. Jo. Tani. Është Unaz që pritet të dalë në fund të 2025-ës ose fillim 2026-ës. Okej. Ajo do të monitoroj gjatë gjithë kohës sjelljet, emocionet reale të partnerit, po. I monitoron. Edhe më interesante. Do jetë në gjendje, thotë, që të mas disa parametra fizik dhe emocional, si rrajet e zemrës, toni I zërit dhe eksitimi seksual. Do të thënë ai mund të jetë në cilën e mund të ndodhë. Në të vërtetë se A do pranoj ai të vijë Unazën apo jo? Po Unaza është removable. Po ti dea vësh Unazën edhe... Imagjino për shembull, o zoti ma, nesër. Nga këto si shumë... Jo, imagjino për shembull me ja dhënë një, për shembull, na ndos negocave që më jep ta provoj pak Unazën si tri. Pang, hop. Problem. Po, ajo do jetë në gjendje që nëpërmjet emocioneve të ndryshme të tregojë ngjyra të ndryshme nga lart. Që ti ta kuptosh, pra, se cila ndjesi do ketë një ngjyrë më vete. Është si me manual, pra. Pra, do ta shohësh. Nëse është e kuqe, nëse është blu, është ma vjosur. Partneri ty nuk do të tradhtoj kur je ti me të. Si që ti shikosh ti ngjyrën. E po ti, kur të vjej në shtëpi, kur ke dyshime për çfarë ka bërë ai. E shikon historikun e ngjyrave. Jo, ti e pyet që ishte me atë. Ke tradhtuar sot, ai thotë, jo zemër, ndërkohë ai gënjen, ai po fillon pulson Unaza. Në momentin që pulson Unaza. Apo ke qenë nga si makinës së vërtetës? Po. Makinës së vërtetës, po Unazës së vërtetës. Jo, unë kam përshtypjen që të çonë një sinjal në kompjuter, është e lidhur me telefonin, diçka. Po, ashtu do bën të sens, pra. Po. Jo kështu. Partneri mund të ndërhyjë, thot, me gjeste të ndryshme ngushëlluese. Mund të flasë për gjëra të ndryshme të cilat mund të ketë si gënjeshtra të vërteta, ose të vërteta gënjeshtra, thotë tu. Çfarë bën tani? Si të ndërhyjë? Dhe ti këtu e kupton nëpërmjet Unazës në mënyrë shumë të lehtë. Ngushtohet Unaza? I kputet gishti, domethënë. Bora. Jo, nuk ngushtohet Unaza, thjesht I bëhet gati për t'ju kputur gishti nga ty kur ti ishe ngjyrën, po. Se po shikoj që është edhe gishti Bravo. Fiks. Dhe Unaza thot e mat shumë lehtë nivelin e eksitimit seksual. Pra, në qoftë se merr një ngjyrë të errët, kur ti jetë me partneren, do të thotë ama më ish Unazën dhe ajo do mendoj ç'a thot mërz. Pa, ose do ta shohësh përpara, domethënë. Do ta shohësh përpara ngjyrën që nëse është shumë e ndezur, do të thotë se ai është gati. Duhet ta heqësh Unazën përpara apo? Po kur e kemi përpara, nuk kemi nevojë për ngjyra për ta kuptuar. Po kaq. Do ishte tmeshme mos dizesh Unazën për shembull. Po për shembull të mos funksionon të Unaza, ti duke I parë vetëm Unazën. Ai ndërkohë shkreti. Puna është me bën ndonjë çek, ndonjëherë. Dhe thuhet që kjo Unazë së shpejti do jetë një Unazë e cila do ketë mundësinë edhe për të treguar vendodhjen. Pra, këtu po. Por, si fillim, do jetë me pjesën e ngjyrave. Po, jo se nuk ka çifte që nuk bëjnë share locationin të njëri tjetrit dhe e shohin në realit se ku janë.
Unë kam ditur një qift Kjo më duket i cili shumë ka pasur deri vonë në ideali në makinë një GPS nga këto të vegjlit. Qa së ti? Po, një GPS nga këta të vegjlit që ja kishin vendosur poshtë sediljes dhe ai nuk e dinte, ja kishte vendosur e dashura. Dhe sa herë pyeste se ku është qift real që unë e njoh vërtet. Gënjente ai? E ka kapur? Jo, nuk gënjente. S'ka gënjur kurrë. Po, nuk gënjente, po në momentin e parë që gënjeu u ndan. Kur gënjeu se ajo kuptoj, e gjeti, po ai nuk gënjente kurrë, kupton, vite tëra, po një herë që gënjeu mbaroi. Aq është një herë. Po se besimi. Më pëlqejnë vajzat e zgjuara. Ja kishte lënë GPS-in ajo poshtë edhe e ndiqte. Jo, unë mendoj që ajo ka dyshuar që në fillim. Për diçka, domethënë ka parë tipin e tij. Shiko, ka qenë një tip, mendoj unë, shumë xheloz, posesiv. Po, qëndron edhe kjo. Le themi për një kohë shumë të gjatë ai nuk e ka gënjur. Por kur ajo e ka kuptuar më pas, të vetëm gënjeshtër që ai bëri. Edhe ai tha që unë do provoja punonte GPS-i. Kam një pyetje. I tha ku je, ai i tha kam dalë. Sa mbarova punën dhe kam dalë, ishte në një hotel në fakt. Kjo e kuptueshme, po ku blien këto? Ku blien? Kokë, ta di. Mund të them tani këtu se marrin qafë gjitha ta veta. Po, më mbrapa. Jam sigurt që ne jemi më mbrapa, është e sigurt. Po, bravo. Mirë, ecim. Titulli tjetër. Origji. Kemi një udhtim të gjatë përpara. Ja disa truke se si ta bëni kohën të fluturojmë. Do fluturoj. Një 12 orë avion për shembull. Pastaj ke dhe orarin e pritjes në tranzit, pastaj ke udhtim tjetër. Si ta bëni? Koha të kaloj shpejt ndërsa jeni duke udhëtuar. Shkarkojmë filma. Playlista muzikore. Po. Ose dëgjoni një podcast këtu. Po. Një podcast të bukur. Po, e qartë. Së të pëlqeu podcasti. Po. Gjithashtu, thot, nëse jeni në avion, mund të bëni, thot, episode të ndryshme mund t'i shkarkoni nga seriali juaj preferuar dhe t'i shihni, se zakonisht në ato udhtim ju mund të shihni një ose dy seri nga seriali juaj preferuar. Në qoftë se jeni në një udhtim nate në det, me traget, me kroqere, me sido që tjetë, ju mund të angazhoni me lojra të ndryshme, gjithmonë qoftë se ju jeni grup. Po. Mund të blini lojra të ndryshme ose t'i merrni me vete. Mund të krijoni, le të themi, shfaqje të ndryshme tek të cilat ju mund të angazhoheni për te të fjeturit gjumë. Ka edhe raste për shembull që në fluturim ty ta mundësojnë këtë gjë. Po. Në avion ta mundësojnë. Të këto interkontinentale, normalisht ta mundësojnë. Ta mundësojnë, me përzgjedhjen e filmave, searchi, playlistat, ti mundësojnë. Nuk është nevojshme të kesh laptopin. Bravo. Për shembull ti mund të kesh harruar. Ti mund të kesh harruar ose i ke shkarkuar ke harruar ose bën. Mendova se pas ka linja që organizojnë lojra në avion, se thash. Po, bëj një lojë futboll, kalqeto. Jo, mund bëj një kalqeto me porta të vogla. Po thoja, për shumë nëse bën ture guida me guida profesionale në Shqipëri, ti brenda në autobus ke që të bëjnë lojrat të tilla. Mos është të tipit, ose gjejmë kush gjen X qytet, shtet, ku diun gjëra. Gjithsesi, një udhtim natë në det. Mos i bëjnë në avion. Do ishte mirë për shembull thot këtu edhe të dalësh pak te kuverta, të qëndrosh pak lart në anije. Po në anije. Të konsumosh diçka, të pish diçka për qefin tënd, të mundohesh të bësh një video të bukur. Ta shtysh kohën, domethënë. Kanë udhëtuar me anije, më kanë thënë që është udhtim i tmeshëm. Po, kështu më thonë mua. Ku e di si kam mundsuar se kam provuar. Kam udhëtuar 2 herë. Si është? Kam shkuar deri në Bari. Edhe është një udhtim që gjatë natës, gjatë natës është 8 orë udhtim. 8 orë udhtim. Nisesh në zakonisht ndodh që linja niset në 12 të natës edhe mbrin në orën 8 të mëngjesit. Po nuk është një udhtim problematik, nuk është se e kam bjerë. Varet domethënë gjithmonë se si është deti. Qofse deti është i trazuar, koha nuk është e mirë, normalisht që e ndjen. Mua më kanë thënë njerëzit që kanë parë dallgë gjigante. Ajo po, nëse është koha, po unë kam pas kohë shumë të mirë, ka qenë periudhë vere, kështu që ka qenë shumë. Por e ke fat. Nuk ndihet. Nëse është deti shet nuk ndihet. Nuk ndihet, patjetër, pa diskutim. Po, dhe nuk janë dhomat janë të rahatshme. Varet, duhet një person që ka eksperiencë më përpara, duhet të këshillojë se çfarë dhome mund të zgjedhësh. Janë disa dhoma që janë në disa pozicione të tragetit, tek të cilat ti mund ta ndjesh shumë pjesën e. Kam parë që flenë dhe për tokë.
Është më lezetshëm aty? Po, është më lezetshëm. Ai është tjetër. Edhe në për ato korridore. Për të tokëzuar me... Je për shembull ti duke qëndruar për qefin tënd, vjen dikush për të fjetur atje. Fapja jep atleteve. Shtrihet dhe ti çohesh në atë moment. Mirë se. Nëse. Për ata që udhtojnë me makinë. Ky është udhëtimi më i bukur, shpirtëror, thotë, i brendshëm dhe shumë i këndshëm. Shumë i bukur është. Konsideroni radhën timonit. Bravo. Konsideroni opsionin audiobook, thotë. Konsideroni opsionin një playlistë të mirë muzikore, opsioni një podcasti dhe opsioni i të bërit pikniqe të ndryshme në vende të ndryshme. Ndalesa, pra. Pra, të ndalosh në vende të ndryshme të cilat konsumon diçka, mbase edhe një fushë të madhe, thotë që mund të jetë thjesht një fushë me lule të ndryshme që ti ndalon edhe pi diçka, konsumon diçka dhe pastaj hip sërish në makinë dhe nisesh. Për shembull tani pëlqeu fusha me lule. Po tani më çove për shembull është ajo rruga e Korç Voskopoj ose Korç Leskovik. Ka fusha të bukura. Ua, është përrall, është fantastike, sidomos në këtë periudhë tani kur kanë çelur fare pak ato pemët, është brilante, duket si shtetit. Si shtetit, po. Shumë e bukur. Edhe këtë nga Belë që keni ca peizazhe, kështu ngjasin. Po, edhe në Belë, shumë e bukur, kur ikën për Berat. Kur ikëm për Berat, po. Deri atje kemi rrugë. Këto më vinë ndërmend, po janë shumë të bukura, piktoreske. Ka dhe andi nga Kuksi, për në Theth, ka livadet shumë bukura. Është shumë e bukur. Okej. Sa po na hahet një lakror tani. Papa Francesku lëviz me karige me rrota, shfaqet pa oksigjen për herë të parë që nga dalja prej spitalit. Edhe për fat keq u dha një lajm ditën e dieshme që nuk dihet a do jetë e mundur që këto pashk të jenë me papën apo jo, për shkak të gjendjes së tij të rënduar. Dhe duket që ka një keqardhje botërore për këtë, pra për gjendjen e tij të rënduar, por kjo foto dhe video që kanë filluar të qarkullojnë nga dalja e tij nga spitali kishin sigurisht komentet edhe ishin në krye të gjithë mediave botërore. Është në fakt një gjendje tek e cila të gjithë besimtarët janë shumë keqardhur, siç e the edhe ti, është një gjendje tek e cila ai tashmë është një luftë shumë të madhe për t'ia dalë ta mbaj postin e tij edhe të jetë përpara të gjithë njerëzve që e kanë pritur. Flitet që është një pamundësi totale për të ecur, jo thjesht nga fakti që mund të mos të ketë më këmbët në gjendje funksionale, por edhe nga fakti që është shumë i rënë fizikisht, është shumë i rënë mbi të gjitha nga ana e mushkërisë, që ka qenë goditja e tij kryesore gjatë sëmundjes, edhe që nuk e lejon atë që të ketë një frymarrje të rregullt, nuk e lejon që të ketë një fizik të rregullt, prandaj që ka nevojë gjithkohës për një kujdestar, ka nevojë gjithkohës për një person që e shoqëron dhe e lëviz. Pamjet që kanë dalë të tij janë tetë shqetësuese dhe normalisht mendohet edhe kjo, pra që tashmë mund mos i kap pashkët e këtij viti, por që keqardhje për Papa Franceskun. Në fakt të gjitha mediat prisnin që ai tashmë prej kohësh në gjendje të përmirësuar të ishte prej kohësh, por që ai po shfaqet që nga dalja e parë nga spitali, po shfaqet në një gjendje të përkeqësuar në fakt. Gjendja e tij sapo vjen edhe po përkeqësohet, po rëndohet. Kështu që i urojmë shërim të shpejtë, ne të paktën mendojmë që ai është një nga ato figura që ka lënë një mbres shumë të mirë në Vatikan. Ka qenë pafund popullor dhe është pafund popullor është nga ato figura që e kanë dashur njerëzit që në fillim që në përzgjedhjen e tij të parë. Që kështu ne do të jemi vazhdimisht siç do jenë të gjithë, pra dhe në Shqipëri është shumë e reflektuar çdo lajm që ndodh në Vatikan edhe me Papën. Është nga figurat më të dashura të papatit në Vatikan që pas Benediktit. Benedikti ka pas një dashuri të jashtëzakonshme nga njerëzit, kurse Francesku është një pasardhës shumë i denjë i Benediktit. E ka mbajtur gjallë, le të themi, atë shpresën e një papati të mirë. Okej, mirë, ecim. Lady Gaga i lë fansat pa fjalë me performancën e Pike në Coachella. E kemi video? Fantastike, kemi një video që nga ka bërë gati turista tashmë. Një video fantastik. Mund të shëndronim edhe gjithkohës duke... Ajo gjëja që mua më lë pa fjalë është fakti që çfarë bëhet andej është
është thjesht një botë tek e cila ne jemi shumë larg. Dhe çfarë bëhet, po dhe çfarë është ajo, çfarë flasim për çfarë flasim. Mos të flasim fare se çfarë është ajo, se ajo dihet është një. Ti thua edhe për përgatitjen. Po them për çdo gjë që ndodh atje, domethënë çfarë planesh janë filmuara. Festivalet super, po ndoshta më i mirë në botë. Më i mirë, po, si thuar pak deri tani. Absolutisht. Dhe artistët mezi e presin që të vi periudha e Coachellës që të krijojnë këto performancat që lën gjurmë. Edhe Lady Gaga patjetër që sidomos me këtë skenën e shout edhe vetja e saj para disa viteve në muzikë, me Lady Gaga që është ndëruar tani, një koncept fantastik. Mënyra se si ka lidhur të gjitha skenat, edhe koreografitë, edhe mënyrë. Zërës ishin 5 Lady Gaga në skenë. Ishte fantastik. Ishin 5 versionet ndryshme. Do të thonë, po shikoja dhe statuse artistësh, këngëtarësh, që ishin të shtangur, ishin të manitur, e thoshin që kjo është thjesht e frikshme në mënyrën se si bëjnë gjëra. Është e frikshme. Unë nuk e di nëse është ajo ideatorja, apo patjetër që ka një ekip të madh pas vetes, po nuk e di nëse është ajo ideatorja e duket sikur ka dorë, por është unike. Shiko, unë mendoj që edhe sikur mos ketë dhënë asnjë ide të vetme, vetëm mënyra se si ajo sillet brenda këtij festivali, se si sillet brenda skenës, nuk ka nevojë për asnjë fakti që është dhe aktore. Pra kur tha ajo që do kemu një super rikthim, pas ka pasur të drejtë. Rikthimi ishte më i madh se çka kishin menduar njerëzit nga paralajmërimi që ajo bëri. Patjetër se ajo u rikthye Lady Gaga vjetër. Pra ajo tha që unë do rikthej edhe një herë Lady Gaga në vjetër dhe do vazhdoj sërish më pas tek Lady Gaga e ri moderuar, edhe ajo Lady Gaga më klasike, më serioze e viteve të fundit. Po që Abracadabra ishte një super këngë e cila e solli atë totalisht në Lady Gaga-n e vjetër që ishte, por ende më cilësore, ende në një hap ende më cilësore. Po patjetër. Ndërkohë regjia e bën gati Abracadabrën, se për qef ta dëgjojmë pak se më pëlqen shumë si këngë, e ndërkohë ikim te titulli i radhës. Shohim, Nedim Bajrami nuk është më beqar, zbulohet bukuroshe, e ka rëmbyer zemrën. Kush është bukuroshe? Dhe Qenka, një super bukuroshe. Po, e vërtet. Është një super bukuroshe, në fakt, është nga Kosova. Më falni vetëm një sekondë se klikova titullin e gabuar. Ka problem. Nëse. Atëherë, bëhet fjalë për një lidhje që e ka me moderatoren e Kosovës, Lorina Dula. Janë munduar që ta mbajnë sa më të fshehtë lidhjen, por tashmë disa foto të tyre kanë treguar që mund të jenë në një marrëdhënie së bashku dhe që mes fushore nuk është më beqar. Është moderatore Lorina e një emisioni sportiv në Klan Kosova. Ska se si. Po, dhe gjatë kampionatit evropian ajo ka bërë buj në Gjermani me mënyrën e prezantimit të saj, me qasjen që kishte. E normalisht që aty mund të ketë qenë ai shkaku, ai shkasi le themi, që ata dy janë njohur edhe më pas. Pra është e qartë, do ti do njohësh njerëzit që ketë aty tek rreti, domethënë. Ka thënë ajo Nedim do vish për një intervistë. Bravo. Ka shkuar për intervistë. Po ja ta mendojmë, ka thënë ai, po ti ç'a bën kohën e lirë? Ç'a orë të vion? Ka thënë ai, ja ta mendojmë, ai ka thënë po me ç'a orë. Jo. Ka thënë, ta mendojmë në sensin që të vazhdoj pak më shumë muhabeti, mund t'i ketë kërkuar një takim para prak për diskutuar temat e intervistës. Pikat e bisedës. Janë takuar, kanë diskutuar për pikat e bisedës, kanë shkuar pastaj te pikat e kombëtares, pastaj kanë dalë te pikat personale, edhe tani pas kemi pikat përbashkëta. Ka shkuar te një pikë pastaj shpresoj. Po. Duket mua apo Nedimi është pak i ndrojtur si djalë? Nga këta të ndrojturit Kipri, Romina. Duket kështu. Mirë, zot. E thon nga një djalë. Po, patjetër. Po gjithsesi, sigurisht që do ishte një njeri që kishte një profil të tillë, që kishte një lidhje me futbollin. E ka thënë një shoku im në fakt që është muzikant, që është këngëtar, që s'mund të gjesh në botën e muzikës si një arkitekte, për shembull, është. Në botën e muzikës dhe të televizionit, ti të presësh që pa pritur të martohesh me një dentiste. Televizionit mos të thuaj se ka pafund të ftuar. Njëma po si të lidh jeta të lidha që... Ne e ftojmë në atë, varet të thuaj ti se kush. Atëhere gjurmoni një person, ju ma dini shien, ti të pak. Ti gjurmoj vetë, më boll të sjellim, mjaftueshëm të sjellim. Jo.
Po se kur s'ka. Po lere të shi kur s'ka ardi duri. Po. Fiks, ajo është, e diti. Ata abrakadabra magjin nuk ma bët. Jemi. Kur erdhëm? Erdhëm, tani erdhëm. Sa po erdhëm. Dhe mbi të gjitha, sa po erdhëm dhe... Unë jam duke o marrë me telefonin ndërkohë akoma. Ti e duke o marrë me telefonin, unë jam duke o marrë me kafen. Bravo. Ti bora, se po i bëja një kafe vete. Se ishim shtrirë pak, se po shionim se dhe sa po i bëra dhe një kafe rominës. Çuditshme që vetëm unë s'pas kam lëvizur vendit. Dhe mbusha aq shumë të kafen time, sa që nuk di do me thënë që të them, dhe jemi gati për një gjagjëz. Patjetër. Po, heshon. Hajde shojmë. Shojmë njerë të vjetërën? Okej, ja prit se. E gjej unë direkt. E bën më të vogël pa e prekur fare. Bo, qa? Qa e bën më të vogël? E bën dhe më të madhë, pa e prekur fare. Qa? Ama ta themë. Ose e bën dhe të madhë dhe të vogël, pa e prekur fare. Besimi. Bravo. Qa thua ti? Ba, u mundohë shumë bora, bërë shumë përkime për ta gjetur. E gjetur, Romina. Kjo është e vërteta. Je ti e vetëmje që e ke gjetur, se s'kemi pasur komente. Po, e çuditshme. Nuk kam pasur fantazi njerë. Me prisja më shumë komente. Po, nuk kam pasur fantazi, do kënë qënë zonë me një idasë, me një... Jo, ditë të them që kanë shpenzuar kohë mjaftueshëm duke komentuar të ftuar ditën e dieshëm, dhe ka pasur pafund komente, ka pasur dhe një lloj mbështetje për gjithë le themi argumentat që pati Almeda dhe Andi Vrapi në studio ditën e dieshme, gjithashtu edhe të ftuarit e tjerë që kështu janë marrë me të ftuarit. Tani 1000 komente nuk janë pak. Po bora, po unë bëhem xhelos kur nuk merren me gjagjëzën. Ose kam parë shumë të vështirë. Unë me të vërtetë të shmojnë shumë që ata merren me të ftuarit. Ne kemi 10 milion njerëz që klikojnë faqen e tjetër muhabetej. Po, drejt. Po, te gjagjëza unë bëhem xhelos me të drejtë. Unë mundohem shumë që ju të keni komente. Hajde. Jam si derë që hapet e mbyllet, pa qeles, pa brav. Mos më ngushto, çliromë. Au. Çliromë? Jam si derë që hapet e mbyllet. Jam si derë që hapet e mbyllet, pa qeles, pa brav. Korseja? Jo. Nëse korseja, zinxhiri, do ishte perl. T'ishte korseja që... Je jashtëzakonshme, Romina. Jam si derë që hapet e mbyllet. Jam si derë që hapet dhe mbyllet. Mos më ngushto. Çlirom. Okej, mos më ngushto, çlirom. Po, regjia. Jo, 2 opsione nuk ka. Pa qeles, pa brav. Edhe pa qeles edhe pa brav. Sëndë. Nuk e gjem dot, Mos më ngushto. Çlirom. Atëherë dhe njerë. Është koncept në një si ky besimi. Ta themi dhe njerë, po, bravo. E lëm pak në final gjagjëzën një lutë. Si nderimi. Jam si derë që hapet e mbyllet. Pa qeles, pa bravo. Mos më ngushto. Çlirom. Dhe... qoftë se doni ta çlironi, mund të dërgoni përgjigjen tuaj në Instagram, në Facebook, në TikTok. Letrat mund të dërgoni poshtë dere, sepse kam një kapacitet të kufizuar të emaileve që më vinë gjatë kësaj jave. Postra ime elektronike është ribezhani@nukesh-bllokova ende.mcn.tv. Bravo, shprani. Në ndihmoni dhe ne, në nxjerrni nga situata. Çliromuni dhe mua. Po, pra, deri nesër këtu. Po, bravo. Okej, super, mirë. Ikim te teksti. Ikim. Hajde. Një kërkojnë ndjes për kodën. E shohim. Kumet e ti alo, kumet e ti lajmëro, po të më gojë të alo. Kumet e ti alo është dafi. Unë isha për qefin tim duke pirë një kafe tani. Bravo, bëth mirë. Faleminderit, Segafredo, the best. Bravo. Hey, papi! Ej! Në men po më rinë ti. Ej. Baby, ti po më thu që mjep a lot, po për mu nuk o enough. Besom që veç po du love. Qa po thonë, nuk manin, but oh! He's stuck on my head day night.
s'po muj me hek sa her a I nuk o knej. Silna, nuk mujun me gjet. Yo, my baby, yo, my only, për ty se shymi telefonin. Yo, my baby, yo, my only. Që ata që kërkun se merë, që unë t'a dho, se ti, imi ku mete ti? Alo. Alo. Ku mete ti, lajmëra? Po të mungoj ty. I know. Alo, Timo. Alo. Timo të presë e bugoni. Kaj që ishte? Dafi. Kjo ishte. Dafi, pa tjetë. Dafi në kone DJ Geek. Po. Okej. Mirë që të reguam pak shusa. Old and gold. është edhe ajo një tash. Edhe 100 më dafi, edhe 100 dhe të arti mbare I bebushi. Bravo, super urim, jesë tërvitur me urimet. Bravo. Do të thënë, s'do kesh problem kur të çohesh kështu në mes të fisit njerëzve që të urosh. Tani jam bër tipik I një burr I vlonjat. Tipik që ngrien edhe bëjnë vetëm gëzuar gjatë gjithë kohës. Ta shifi gjatë fundjavës vetëm gëzuar. Bravo, ne nuk dim gjë. A Romina? Po, se vlonjatët e kanë atë në traditë. Ne nuk dim gjë që fundjavë nxjerr ky njerëzit për ditëlindjen e Shqipat. Ska gjëmi, Bora. Ne do dalim sot me të shkëti. Tu bën diferencat e njerëzës. Tu është. Të gjëm dafën. Se mos do I vinim. Okej, shumë interesante është dafën në gjitha këngët e saj. Mua më pëlqen është e preferuara ime. Okej, mirë, të ecim me të ftuarit. Pas pak, na vjen në studio Najada Frashëri, që është një super shef e kuzhine, që po bën namin prej vitesh në Itali, duhet thënë, për shkak të një lloj rëndësie që I jep kulinarisë atje, mënyrë se si ajo prezanton pjatat, gatimet dhe një lloj arti që ajo bën me gatimet. Gjithashtu ka qenë edhe pjesë e disa konkurseve ku ka rrëmbyer disa çmime, mos gaboj, por ajo vazhdon të ketë atë lidhje me Shqipërinë, vjen rikthehet, flet gjithashtu. Dhe sot ta kemi në studio për të folur për suksesin e saj. Dhe sigurisht nëse mbani mend që para disa kohësh ajo pati atë namin e madh për recetën unike të trahanas, edhe prezantuar në Itali me element modern. Shumë interesante është Najada. Ta kemi vetëm pas pak. Është edhe super tip. Okej, super. Pastaj, wow. Na vjen në studio Nëna Lenza, që ju e keni parë, sigur që e keni parë se është kudo në TikTok, është munduar të përshtatet në platformën e të rinjve, por aty poston foto me bashkëshortjen e saj, foto me fëmijët, video nga gatimet, videot nga glikot që ajo bën, zoj nga përmeti që është, ditë bëj rreth 5-6 lloje glikosh që do të na i sjell sot në studio dhe do kemi fatin ti provojmë nga duart e Nëna Lenzës. Do ta provojmë apo kompleta tipike. Do bëjmë si e shoqe vetë në TikTok. Mos ja thyej zemrën Nëna Lenzën, se ndoshta nuk e di. Okej. Mirë. Do I shpjegoj më vonë për sa. Po, patjetër, okej. Super. Po edhe historia e dashurisë me bashkëshortin, që me sa më tha ishte djalë shijaku dhe kishte me shumë merak që ta tregonte. Vërtet? Po. Super. Aman kur I tregojnë të gjyshet ato historitë e dashurisë jam. I bëhet shefi aty kur flasum për atë. Sa shef do I dëgjojmë. Sa bukur. Super. Okej. Më pas vjen në studio Selantina Çepi, e cila me profesion është infermiere, por është e apasionuar pas motorave, është një bish në motor dhe është shumë interesante se ka shumë vajza që patjetër e trashëgojnë pasionin nga jati apo ndonjë familjar që ka pasion motorin. Në fakt Selantina thotë që jo vetëm babi, por edhe mami një fanse motorit dhe ka qenë mami ajo që e merrte nga shkolla me motor, që në vegjëlitë të saj. Kështu që patjetër që familjare me motorin që pa diskutim. Kështu që na vjen sot me motorin këtu. Me motor këtu. Me bish. Me Giro është e zënë rradha po nejse. Ta di që veshëm një pantallon në një. Bukur. Ska gjë, ngjan më bukur me fund. Okej. Rikthehet ai, por që nuk është I vetëm, apo jo? Po, Shkëlzen Braha, ish oficeri I Reneas në fakt, I njohur edhe për pasionin që ka për kuajt edhe për këto dalje që ai ka bërë sa I përket edhe festave të pavarësisë së Shqipërisë, rëndësinë që jep ai historisë shqiptare, por vjen sot me Semi Brahajn me djalin e tij që është vetëm 7 vjeç dhe është fantastik. Unë nuk e di se si ka guxim Shkëlzeni që ta sjell në studio, se do janë nxjerrë të gjitha palarat. Ashtu, Më tregoj për pasionin që ka për kuajt. Palarat e prindërve. I shkreti Shkëlzen.
Semi ka pasion për kuajt patjetër se kanë ngjarë të atit, është ndoshta kaubojsi më i vogël në Shqipëri dhe emrin e kalit e ka Renea. Mos ja fut kot. Është shumë interesant. Flet anglisht rrjedhshëm, kupton spanjisht dhe është vetëm 7 vjeç. Do të themi do hablas español, se deri këtu pastaj vazhdon vetë ai. Okej, qartë. Okej, super. Dhe më pas sigurisht është edhe hapësira e kuzhinës. Kjo ishte jeta edhe për sot. Po goxha jetë. Goxha jetë. Jetë e shprenuar sot e pas ke pas dorën e rëndë si për ditëlindje. Ikim të horoskopi, ikim. Dashi, mënyra se si veproni kur takoni për herë të parë njerëz të rinj është tipike për shenjën tuaj. Duket se keni gjithmonë një mësim për të dhënë, duke u bërë të prirur për të dhënë këshilla kur nuk është gjithmonë e dëshiruar. Mundohuni të pranoni pikpamjet e të tjerëve për një ndryshim. Demi, filozofia juaj e jetës vjen natyrshëm. Nga ana tjetër, tashmë keni një këndvështrim të thellë për jetën që me siguri e keni trashëguar. Do të ishte interesante që ju të zgjeroheni pak në filozofinë tuaj dhe të përpiqeni që ta ktheni atë në diçka konkrete. Binjakët, ju pririni të mendoni se detajet ju pengojnë të keni një vizion global, por kjo thjesht nuk është e vërtet. Nuk ka asnjë konflikt midis pamjes së afat gjatë dhe nevojave afat shkurtra. Thjesht mendoni se kjo e fundit i pengon të parës. Mundohuni që të mendoni për detajet që ju dëgjeni. Gaforia, pikpamja juaj për jetën ka ndryshuar dhe, mbi të gjitha, ju jeni më të vetëdijshëm. E kaluara nuk ju shqetëson më. Është koha që ju të bëni një shkëputje të pastër nga besimet që ju pengojnë. Ju mund të trondisni familjen tuaj, por ata do ta kalojnë këtë gjë. Luani, mos shikoni prapa, edhe nëse nuk shihni asgjë përpara jush. Ju duhet vazhdoni që të ecni vetëm përpara. Është e vërtetë që kjo është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet. Sidoqoftë, ndihuni të frymëzuar për ta provuar. Në aspektin sentimental do të ndiheni mjaft të frymëzuar. Virgjëresha, ky do të ishte momenti për të thënë po fatit tuaj. Jeni pak të frustruar sepse gjërat nuk kanë ecur përpara ashtu siç dëshironi, por në vend që të lini frikën tuaj t'ju pengojë, kthejeni energjinë e saj në avantazhin tuaj. Peshorja, qëndrimi juaj pozitiv do të veprojë si një bekim. Një lajm i mirë i papritur gjatë pjesës së fundit të ditës do t'ju befasojë. Sot mund të keq kuptoheni në lidhjen e dashurisë. Nëse ditët e fundit keni pasur vështirësi në punë, këto probleme mund të fillojnë që të zbuten. Akrepi, ndihma e një vëllai ose një motre do të sjellë përfitime monetare për ju sot. Shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në lidhje me jetën tuaj të dashurisë. Sot aftësia juaj artistike dhe krijuese do të tërheqë shumë vlerësime dhe mund t'ju sjellë shpërblime të papritura. Shigjetari, ju do t'jeni në një gjendje mjaft të mirë shëndetësore. Ata pjesëtarë të kësaj shenje të zodiakut që kanë kaluar një krizë financiare mund të marrin në mënyrë të papritur fonde që do të eliminojnë disa probleme njëherësh. Fëmijët do të kërkojnë shumë vëmendje nga ju, por gjithashtu do të jenë mbështetës dhe të kujdesshëm. Briciapi, mendoni 2 herë përpara se të ndani informacione konfidenciale me dikë pranë jush. Ndoshta kjo duhet shmangur sot pasi mund t'ju zbulojnë pa dashje dikujt tjetër. Sot do të planifikoni të dilni me partnerin ose partneren, por një ndryshim i papritur planesh mund ta pengojë këtë gjë. Kjo mund të çojë në një debat të ashpër mes jush dhe të dashurit ose të dashurës suaj. Ujori, kujdesuni për shëndetin tuaj, veçanërisht nëse jeni të prirur ndaj hipertensionit. Përveç kujdesit për nevojat tuaja si individ, mos i neglizhoni nevojat e anëtarëve të tjerë të familjes. Në punë do të jeni energjik dhe të motivuar, nga fillimi deri në fund të ditës. Peshqit, inkurajimi dikujt do t'ju lejojë që të përmirësoni aftësinë tuaj për të fituar para. Gjithçka që ju nevojitet është të keni më shumë besim tek vetja. Përgjegjësitë familjare do të shtohen, duke shtuar kështu dhe shqetësimet në mendjen tuaj. Do të jetë një ditë mrekullueshme në jetën tuaj të dashurisë. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.